Vdiq pranë vëllait të vet në varr. Adnani ishte një djalosh, i cili merrej si shembull për moralin dhe sjelljen e tij. Ishte respektues i madh i prindërve dhe së bashku me vëllain dhe prindrit jetonin në një gjendje të mjerueshme financiare. Një ditë nga ditët, babai e thirri të birin që t'i ankohet për gjendjen e mjeruar që kanë, kurse i biri ja ktheu duke i thënë: "O baba im, elhamdulillah që jemi me shëndet mirë. Pasi që gdhihemi në mëngjes me shëndet të mirë dhe mbrëmjen e presim me shëndet të mirë, pse mos ta falenderojmë Allahun për këtë begati?" Pas një periudhe gjendja filloi të ndryshojë. Të dy vëllezërit u martuan, kurse prindrit e tyre ndërruan jetë. Vëllai i tij Hyseini, pas vdekjes së prindërve, filloi të ndihet i vetmuar dhe gjendja e tij nuk ishte as pak e mirë. Kur e kuptoi Adnani këtë gjë, shpejtoi ta vizitojë të vëllain dhe t'ia bëjë me dije se ai do t'i qëndrojë pranë tij dhe se ai nuk është i vetëm. Hyseini u gëzua shumë nga fjalët e vëllait dhe u ngrit dhe e përqafoi atë. Adnani pas vizitës që ja bëri vëllait, u kthye në shtëpi. Gruaja e tij po e priste me një lajm se ka mbetur shtatëzën për të tretën herë. Dynjaja i dukej se është e vetja nga gëzimi i madh, dhe i ngriti duart ka qielli dhe falenderoi Allahun për fëmijët që ja dhuroi. Gruaja e tij i tha se ka pasur frikë ta lajmëroi për shtatzëninë e saj, duke pasur parasysh gjendjen e tyre materiale të mirë. Mirpo Adnani buzëqeshi dhe i tha: "Nuk jam unë ai që furnizoj, por Allahu është furnizuesi, dhe çdo fëmijë lind me furnizimin e vet." Kaluan disa muaj dhe në jetë erdhi dhe fëmia i tretë i Adnanit. Allahu e furnizoi dhe me një sasi të madhe të hollash, me të cilat mori me qëra një kopësht frutash dhe filloi të tregtoi me to, dhe për një kohë të shkurtër arriti ta fitojë besimin të tregtarët. Nuk kaluan shumë vite, ai arriti ta blejë një kopësht tjetër dhe ta lërë atë që e kishte me qira. Kur dynjaja filloi të nënshtrohet, ai bleu një makinë të cilën e përdorte për biznesin e vet, dhe me të e vizitonte dhe të vëllan më shpesh dhe e mësonte atë ta ngas makinën. Dëshironte që i vllait i bashkëngjitet në biznesin e tij duke shitur fruta me makinë. Adnani për ndihmën që ja jepte i vllai, e shpërblente mirë dhe çdo herë e pyeste se a është i kënaqur nga ajo që ai merrte si shpërblim, kurse Hyseini nuk dinte përgjigje tjetër përveç se fjalës po. Adnani shpesh e vizitonte edhe shtëpinë e të vëllait, ku për fëmijët e tij kujdesej si t'ishin fëmijët e vet, kështu duke dërguar në vend amanetin e prindërve të tij. Adnani një ditë nga ditët filloi të ankohet se është i smur dhe dëshiroi që të pushonte disa ditë sa t'i kthehet fuqia dhe të vazhdojë me biznesin e tij. Mirë, po pas analizave të shumta, mjeku e lajmëron gruan e tij se Adnani është i smur shumë rënd. Adnani filloi të merrte mjekimin, kurse gruaja e tij, e cila shpesh qante në vetmi, i jepte kurajo dhe i qetësonte bashkëshortin duke i thënë se së shpejti do të shërohet me lejen e Allahut. Gjendja e tij nuk përmirësohej, por filloi të përkeqësohej edhe më tepër. Adnani filloi të ndjejë se jeta e tij së shpejti do të mbarojë dhe e kërkoi të vllain Hyseinin që ta vizitojë. Adnani e lajmëroi të vllain se së shpejti do të ndërrojë jetë si pasojë së mundjes nga e cila vuan, dhe e porositi që pas vdekjes së tij të kujdeset për gruan, për 3 fëmijët e tij dhe biznesin e tij. Vllai për çdo ditë e priste lajmin se ai ka ndërruar jetë, dhe me të vërtetë nuk kaluan shumë ditë, vetëm se e mori lajmin se Adnani ndërroi jetë. Shkoi vetë që të bindet dhe ta vërtetoi lajmin e vdekjes së vëllait dhe ta lajmëroi familjen dhe shokët. Nga lajmi u pikëlluan familja, shokët, fqinjët dhe të gjithë ata që e morën lajmin e vdekjes së tij. Adnani konsiderohej musliman i mirë, baba i mirë, fqinj dhe shok i ndershëm dhe tregtar besnik. Në drek të gjithë dolën që t'ia falin namazin e xhenazës, dhe lutën për të dhe t'ia përcjellin xhenazën deri te varrezat e qytetit. Hyseini kur i ofrua varrezave, u tha të pranishmëve që askush mos të futet në varrin e Adnanit, përveç se ai i vetëm. Hyseini u futi vetëm në varrin e të vëllait që ta rregulloi xhenazën e tij dhe u vonua një periudhë derisa të pranishmit filluan të dyshojnë se çfarë po ndodh. Kur ju afruan varrit, e gjetën Hyseinin se kishte ndërruar jetë pranë vëllait të tij të vdekur. Në një rëndorje gjetën një letër të bardhë, ku mbi të kishte gjurmë të ngjyrës së kaltër, kurse në dorën tjetër e mbante ngjyrën nëpërmjet të cilës dëshironte t'ia merrte të vëllait shenjat e gishtit dhe të deklarojë se ja ka lënë të gjithë pasurinë e tij të vëllait. Njerëzit u habitën dhe shpejt e thirrën policinë. Ata dhanë urdhër të nxirret të xhenazja jashtë dhe të dërgohet për ekspertizë mjekoligjore.
ku më vonë do të konstatohet se ky njeri është mbytur nga një shtrëngim i fortë. Hyseni pra, nuk ishte ashtu siç paraqitej para të vllait, por ishte njeri i cili ja kishte zilitë vllait dhe pas vdekjes së tij donte t'ja merrte pasurinë. Lotët që i dilnin ishin lot krokodili, e jo lot vllai. Në zemrën e tij kishte urrëtie dhe zili dhe, me to, edhe vdiq. Përfundimi i keq i tij ishte rezultati i qëllimeve të tij. Dëshira e madhe për dynja dhe pasuri e bëri ta urrej dhe të mos e doje dhe vëllain e vet, dhe në fund edhe t'ja merrte pasurinë padrejtësisht. Mirpo Allahu sheh dhe di çdo gjë. Allahu nuk e lejoi që ai të arrijë qëllimin e tij të fëlliqur, por ja mori shpirtin atë gjendje dhe ja shpalosi trupin. Kjo ndodhi për ne, është mësim madhështor, i cili na vetë dijeson dhe na nxit t'i përmirësojmë qëllimet tona.